4 persona janë vënë në pranga nga policia për masakrën që ndodhi në ambientet e jashtme të një lokali në Manës, ku vra me armë zjarri 33 vjeçari Flori Paluçi dhe 23 vjeçari Arianit Kurti. Në pranga janë vënë Ergi Kadiu, 25 vjeç, Eral Cani, 21 vjeç, si dhe dy vëllezërit Taulan dhe Emirian Beqa, 37 dhe 34 vjeç, të gjithë të akuzuar për moskallëzim krimi. Në kërkim përveç autorit të vrasjes së Paluçit, Daniel Pepa, është pallur edhe një 30 vjeçar me akuzat e armbajtjes pa leje, moskallëzim krimi, si dhe përkraje të autorit të krimit. 21 vjeçari Daniel Pepa hyri në lokal dhe debatoi me kamarierin dhe me Flori Paluçin, i cili shoqëroi në lokal me disa të tjerë, për të cilët edhe Eral Cani arrestuar për moskallëzim krimi. Pepa debatoi pasi kërkoi kafe, ndërsa kamarieri Alteo Pepa i tha se ekspresi ishte fikur. Pas konfliktit verbal, Daniel Pepa është larguar me automjet dhe më pas është kthyer bashkë me Ergi Kadion dhe Arianit Kurtin. Teksa ata kanë tentuar që të hyjnë sërish në lokal, ka dalë Flori Paluçi dhe ka qelluar me armë zjarrin në tokë. Në këtë moment Daniel Pepa ka qelluar me armë zjarrin në drejtim të Paluçit, duke e plagosur, ndërsa Arianit Kurti e ka qelluar me grushta në fytyrë. Paluçi sipas policisë ka qelluar ndaj të dyve. Nga plumbat mbetet të vrarë Arianit Kurti, që u qellua nga Paluçi, ndërsa ky fundit u vra nga Daniel Pepa. Një ditë më parë, kamarieri Alteo Pepa tregoi se Danieli, me të cilin nuk ka lidhje fare fisnore, i kërkoi një kafe. I thash që s'ka kafe sepse ekspresi është fikur që në orën 12. Ajo acarua dhe nisi të më ofendonte. Në ato moment do hyri Flori që më doli mua në krah. Debatua me Danielin dhe dolën jashtë për t'u sqaruar, është shprehur ai.